kontrata nga Rozeta Hajdari me operatorin ekonomik Jafe ose Gjafe, si lezohet Turizm, Insat, Sanai ve Tikaret Anonim Sikreti, është realizuar transakcion për drejt zyrtare organizuar nga Kryeministri në llogaritë të biznesit të Ridvan Muharremit Buk e Zemër. Do me thonë gjitha këto e bën në filan restoranti. Në Buk e Zemër. Janë Buk e Zemër, janë pagesat të kryera. Është kontoja e njëjtë. Është nga kontoja e njëjtë, janë përfitu, do me thonë që ki dark aty 1300. Por kjo është pjesa më e vogël për s'ka pjesa më e vogël është, po tregon operimin. Po pra. Dhe tani ky Ridvan Muharremi del që është njëri prej njerëzve më të afërt të Albin Kurtit, të Besnik Bislimit, sepse vajza e tij është asistente, të paktën ka qenë asistente në një kolegj privat e Besnik Bislimit. Pra lidhja është shumë asistente në procesin mësimor. Mësimor, po. Lidhja është shumë më e hershme. Asistentja zakonisht është personi profesional më i afërt me një ligjërues. Po pra, dhe në këtë rrjedh, do me thonë, këta afrohen këtë mënyrë, e autorizojnë Ridvanin, t'i gjej kompanit, a i pastaj i sjell, merren vesh, diçka vjen, diçka zvjen, një 3 milion euro ja shkaktojnë dëm buxhetit Kosovës. Se pikrisht të zoti Muharremi, a ka pas përvojë në tregtimin e mallrave të tilla zoti Muharremi më herët? Kjo ka një furrë. Ka një furrë atje, edhe ka një restorant privat, ku në zakonisht aty ka nejt qeveria Kurti. Madje aty e kanë qunë dark edhe Llajçakun, tek Ridvan Muharremi. Pra këto ku kryej krim, ku vidhej ky vend. Vitet se kanë posë dhe hymjet posaçme. E kanë një hymje nga pjesa prapa, ne private për të ngjitë lart në restoran. Detaje tjera këtu që janë të tepër të rëndësishme. Na tregoni nga këtë akuza, ekskluzivisht prapo është palosni. Dhe derisa t'i gjenit, a lexoj reagimin që ka pasur para 4 orësh zonja Rozeta Hajdari, e cila vetë ka njoftuar për ngritjen e kësaj aktakuzë, ka thënë të nderuar qytetar, sapo u njoftova nga avokati im për dorëzimin e aktakuzës nga Prokuroria Speciale në gjykatën themelore në Prishtinë, lidhur me çështjen e kontraktimit të rezervave shtetërore, proces ky tepër i rëndësishëm për gjithë ne. Sapo të kam pranuar të plot dokumentin e aktakuzës, do të deklarohem mëgjërësisht për media. Unë ndihem krenare për punën që kam bërë si Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në kohën më të vështirë sigurimin e rezervës shtetërore të mallrave me produktet esenciale për jetesë, në kohën kur ishim të pambrojtur gjatë muajve shkurt dhe mars 2022, dhe ky postim është përndar edhe nga, nëse s'gaboj zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje. Majron është i ish-ministrës së drejtësisë. Po, ajo e ka mbrojtur. Po, e ka mbrojtur, sigurisht që e ka mbrojtur. Ministria Drejtësisë. Mirë, kam përshtypjen, jo, s'po e shoh që e ka shpërndar zoti Manxhuka, por e pas ka shpërndar zëdhënësi i qeverisë, zoti Përparim Kryeziu. Pra, kjo merret edhe si një prononcim i qeverisë vetëm? Po, është prononcim, është deklarim, njoftimin e ka dhënë vetë, sepse ka ditë se në momentin që njoftohet për ngritjet e aktakuzës, ajo do të bëhet publike nga prokuroria, pastaj edhe nga mediat, do ta sigurojnë, si që sigurojnë edhe aktakuza tjera, nuk është. Cilat janë gjetjet kryesore që thatë që bëjnë këtë një aktakuzë? Gjetjet kryesore për gjithë shka që diskutohet, për gjithë shka këtu ka dokumente. Janë emaillat, janë vendimet, janë komunikimet, janë përgjimet, janë të gjitha. Të gjitha janë të provuara sepse provat janë të listuara në fund të aktakuzës. Janë deklaratat e dëshmitarve. Ka një numër të madh dëshmitarësh, diku 20 dëshmitar janë. Mes tyre një është dëshmitar i mbrojtur, cili mbetet këtu anonim, pra emri dëshmitarit është i reduktuar, dhe janë po ashtu dëshmia tepër e rëndësishme e zotit Gara. Kush është zoti Gara? Hafiz Gara, drejtar për rezerva shtetënore, i cili ka provu mjushmong një proceduret e tillë, madje ky është smur edhe ka shku në spital, ka qenë shumë i smur, të paktën kështu që thuhet. Do shtë edhe ka qenë i smur.
Por këta për ta nënshkru kontratën kanë shku e kanë zirë nga spitali, kanë që unë zyrë dhe pastaj e kanë këthy prap në spital. Të gjitha këto janë dërmarë me dijenin e zonjës Rozeta Hajdari. Në gjdo detaj ka qenë informuar. Dhe lejen zonjës Hajdari ja kështë edhën zoti Albin Kurti, kryeministri. E kemi edhe dokumentin besoj regjia që e ka autorizuar zoti Kurti për veprime zonjën Hajdari? Po. Ky është pra dokumenti me datë 26 shkurt 2022. Dhe përmende pra mbështetjet nenit 92 paragrafi 4 dhe nenit 93 paragrafi 4 të Kushtetuesës së Republikës së Kosovës, sjell pra vendim. Severia Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 26 shkurt 2022 merr këtë vendim. Në 1. Aprovohet kërkesa e Departamentit të Rezervave Shtetërore,